Horoskopi ditor, e enjte, 12 shkurt 2026. Dashi. Marsi fuqizon prirjen tuaj ambicioze, duke ju nxitur të ndërmerrni hapa të guximshëm në karrierën tuaj. Megjithatë, sigurohuni që natyra juaj impulsive të mos erësoj gjykimin e shëndosh. Mund të lindë një mundësi financiare. Peshoni rreziqet para se të hidheni. Në aspektin shoqëror, mund të gjendeni në qendër të vëmendjes, ndoshta për shkak të një fjalimi ose akti spontan. Në dashuri, sinqeriteti është qelësi. Komunikoni hapur për të shmangur keqkuptimet. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në ushtrime për të ruajtur ekuilibrin. Mbrëmja favorizon relaksimin. Merrni në konsiderat një shëtitje në natyrë për të qetësuar mendjen tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, besoni instinkteve tuaja, por qëndroni të bazuar. Përqafojeni shtysën e zjarrt brenda jush, por zbuteni atë me durim dhe mendim për të arritur qëllimet tuaja në mënyrë efektive. Mos harroni, bashkëpunimi do të ndihmojë në përforcimin e përpjekjeve tuaja në mënyrë efektive. Përqafojeni sfidat si trampolin drejt suksesit. Yjet inkurajojnë reflektimin dhe përputhjen me dëshirat tuaja të vërteta. Demi. Energjia kozmike më 12 shkurt fton një fokus në stabilitetin e brendshëm. Sot, ndikimi i hënës rrit emocionet, duke ju nxitur të krijoni një mjedis harmonik. Në punë, durimi është aleati juaj. Ndryshimet e papritura mund të testojnë vendosmërinë tuaj, por mbështeten në natyrën tuaj pragmatike. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Në vend të kësaj, mendoni për investimet afatgjata. Në marrëdhëniet personale, ndjeshmëria rritet, duke nxitur lidhje më të thella nëse afroheni me kujdes. Qasja juaj e qëndrueshme në dashuri shpesh vepron si një dritë sigurie për partnerët. Fizikisht, kushtojini vëmendje fytit tuaj. Mbrojeni veten nga sëmundje sezonale. Një mbrëmje e hershme dedikuar për një aktivitet qetësues, si leximi ose një banjë e ngrohtë, mund të përmirësojë mirëqenien tuaj. Përdorni mençurinë e Venusit për të kultivuar mirënjohje për gëzimet e vogla. Mos harroni, ngadalë dhe vazhdimisht fiton garën. Ndërsa lindin sfida, qëndroni besnik ndaj vlerave tuaja thelbësore. Përqafoni vetë reflektimin për të filluar rritjen personale dhe përqafoni njohurit të thella. Binjakët. Në këtë ditë, Merkuri energjizon zonën tuaj të komunikimit, duke e bërë atë ideale për shkëmbime të qarta në sferat profesionale dhe personale. Idetë e reja rrjedhin lehtësisht, por jepini përparësi fokusit për të parandaluar mbi ngarkesën. Bashkëpunimi hap dyert. Dikush i papritur mund të ofrojë mbështetje të vlefshme. Jini të kujdesshëm të dëgjoni, po aq sa të flisni për të krijuar lidhje më të forta. Financiarisht, merrni në konsiderata alternativa inovative për investime. Jeta dashurore përfiton nga dialogët e ndershëm që mund të zgjidhin problemet e mbetura. Nga ana shëndetësore, sigurohuni që të keni rutinat e ekuilibruara për të akomoduar nivelet tuaja dinamike të energjisë. Përfshini ndjekje krijuese për të lehtësuar stresin dhe për të nxitur frymëzimin. Angazhohuni në udhëtime ose aktivitete të shkurtra që stimulojnë mendjen tuaj, të cilat mund të çojnë në njohuri të reja. Ndërsa dita përparon, qëndroni të adaptueshëm ndaj rrethanave në ndryshim, duke shfrytëzuar zgjuarsinë tuaj të shpejtë. Përputhni veprimet bazë me qëllimet kryesore dhe qëndroni vigjilent për perspektivat në rritje përreth. Ruani ekuilibrin midis shkatësisë mendore dhe empatisë emocionale për rritje gjithëpërfshirëse. Gaforria. Duke ushqyer gaforen, kozmosi ju inkurajon të angazhoheni me dëshirat tuaja më të thella sot. Besojini gjykimit tuaj intuitiv në udhëheqjen e hënës. Mjediset e punës mund të paraqesin ndryshime. Afrohuni atyre me mendje të hapur dhe fleksibilitet. Ujërat financiare rrjedhin të qeta, duke dhënë hapësirë për të rivlerësuar strategjitë afatgjata të sigurisë. Investimet emocionale në marrëdhënie japin fryte nëse afrohen me ngrohtësi dhe komunikim të qartë. Momentet e vetanalizës ofrojnë njohuri më të thella personale, duke rritur mirëkuptimin me të dashurit. Konsideroni organizimin e hapësirave në shtëpi. Pasi pastrimi pasqyron një dëshirë të brendshme për harmoni. Fizikisht, kushtojini vëmendje hidratimit dhe ekuilibrit në të ushqyer. Angazhohuni në aktivitet të lehtë fizik për të liruar tensionin dhe për të ushqyer mirëqenien tuaj. Orët e mbrëmjes janë perfekte për të çlodhur, ndoshta përmes meditimit ose shkrimit të ditarit. Përqafoni dobësitë duke nxitur rritjen. Përputhni ndjekjet praktike me ëndrat e sinqerta, duke mbajtur aspiratat në sy. Besojini kozmosit për të udhëhequr energjitë e ndjeshme drejt rezultateve të frytshme sot. Luani.
Formacioni kozmik I sotëm ju vendos në qendër të vëmendjes, duke e bërë atë një ditë të përshtatshme për të shfaqur talentet tuaja dhe për të pohuar leadershipin. Dielli ndriçon fushat që kërkojnë zgjidhje, duke nxitur veprime të guximshme, por të kujdesshme. Në punë mund të vijë njohja e re. Përdoreni me mençuri për të frymëzuar të tjerët. Financiarisht, përqendrohuni në ndërtimin e burimeve për përpjekjet e ardhshme. Ndër veprimet shoqërore shkëlqejnë në sharmin e Venusit, ndoshta duke ndezur shkëndija romantike. Energjitë favorizojnë gjestet shprehse, jini autentik për të lulëzuar. Çështjet shëndetësore kërkojnë vëmendje për të çlodhur. Parandaloni lodhjen duke përfshirë periudha relaksimi. Një plan spontan mund të sjellë gëzim dhe kënaqësi të papritur, duke pasuruar përvojën tuaj. Energjia e mbrëmjes si përshtatet projekteve krijuese ose angazhimeve shoqërore që lejojnë karizmën tuaj natyrore të shkëlqejë. Mbani komunikimin të drejtpërdrejtë për të shmangur keqkuptimet. Njihni që puna në grup rrit ide. Përputhni ambicjet me vlerat, duke besuar në intuitën tuaj mbretërore për të udhëhequr veprimet drejt përmbushjes së aspiratave me pasion. Virgjëresha. Sot ju inkurajon të lundroni në kompleksitetet e jetës me maturi të bazuar. Merkurin pre aftësitë tuaja analitike, ideale për detyra që kërkojnë saktësi dhe logjik. Përqafojeni këtë fokus në punë për të nisur më në fund një projekt të zgjatur. Financiarisht, zelli sjell dividend, duke ofruar qetësi mendore për planifikimin e ardhshëm. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e sinqertë. Merrni në konsiderat kërkimin e zgjidhjeve të reja për çdo konflikt të fjetur. Ekziston një mundësi për rritje personale transformuese përmes eksplorimit emocional. Mos harroni, marrja një pushimi nga rutinat e përditshme për të përkëdhelur veten rrit mirëqenie mendore. Nga ana shëndetësore, vëmendja ndaj rutinës dhe dietës ndihmon shpirtin. Merrni në konsiderat ndërthurjen e aktivitetit fizik si yoga për të ushqyer ekuilibrin. Ndërsa takimet në mbrëmje, heqja dorë nga kontrolli mund të hap dyert për frymëzime të reja krijuese. Reflektoni mbi qëllimet personale, duke I parafruar veprimet me aspiratat dhe integritetin. Festoni sukseset e vogla ndërsa hapni rrugën përpara. Durimi dhe orientimi ndaj detajeve janë aleatët tuaj. Yjet parashikojnë qartësi dhe rritje të gjerë në unitet me qëllimet. Peshorja. 12 shkurti sjell ekuilibrin në fokus të mprehtë me Venusin që udhëheq rrugën tuaj. Harmonizoni fushat profesionale dhe personale përmes kompromisit dhe taktit të menduar mirë. Në punë, diplomacia hap rrugën për progres. Dëgjoni thellë perspektivat e kolegëve për të gjetur terren të përbashkët. Financiarisht, merrni në konsiderat ruajtjen e ekuilibrit midis shpenzimeve dhe kursimit, duke mbrojtur aspiratat e ardhshme. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes aktiviteteve të përbashkëta. Vlerësoni këto lidhje duke ushqyer rritjen e tyre. Romanca shkëlqen nëse e lini sharmin dhe dashamirësinë tuaj natyrore të udhëheqin ndër veprimet. Shëndeti kërkon vigjilencë sot. Kërkoni ekuilibrin fizik përmes rutinës së strukturuar të ushtrimeve për të ruajtur vitalitetin. Mendoni për gjetjen e qetësisë në një mënyrë krijuese si arti ose muzika. Mbrëmja inkurajon angazhimet shoqërore, duke arritur një akord harmonik me shokët. Praktikoni durimin në përballimin e sfidave, duke I besuar intuitës për të ruajtur ekuilibrin. Nxitni ambicien në përputhje me vlerat thelbësore, duke e ditur se kjo vendos një themel të fortë për mundësitë e ardhshme. Kërkoni përvoja të reja që nxisin gëzimin dhe mirëkuptimin, duke rrezatuar energji paqësore. Akrepi. Shtrirja qiellore e sotme ndez shpirtrat tuaj pasionant, duke ju shtyrë drejt transformimit. Marsi energjizon vrrullin tuaj, perfekt për të përballur me detyra të vonuara dhe për të bërë hapa të rëndësishëm në karrierën tuaj. Kapni mundësitë me kujdes, duke peshuar rezultatet e mundshme. Njohuritë financiare dalin në pah, ndoshta duke ofruar sipërmarrje fitimprurse, por që kërkojnë vlerësim të plotë. Në marrëdhënie, intensiteti juaj zmadhohet, kanalizojeni këtë në biseda të sinqerta për të thelluar lidhje. Introspeksioni emocional zbulon njohuri të thella personale, duke ftuar rritje. Nga ana shëndetësore, balanconi energjitë intensive emocionale me praktika qetësuese si meditimi ose aktiviteti I butë fizik. Jepini përparësi mirëqenies mendore përmes praktikave reflektuese. Mbrëmja lejon relaksim personal, zbuloni kreativitetin brenda jush. Angazhimet romantike përfitojnë nga cenueshmëria, zhvillohen lidhje intuitive. Lundroni ditën duke përzier instinktin me racionalitetin për rezultate të përmbushura.
Njihni dhe përqafoni ndryshimet, transformimet e besueshme çojnë në vetëdije të shtuar. Synoni harmonin në ambicie, duke balancuar intensitetin me dëmshurinë për sukses të qëndrueshëm. Shigjetari. Ndikimet astrale të sotme nxisin aventurën dhe eksplorimin, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Ndikimi i Jupiterit nxit kuriozitetin, duke ju inkurajuar të zgjeroni horizontet, të kërkoni njohuri ose të planifikoni udhëtime. Projektet profesionale përfitojnë nga mendimi i guximshëm. Idetë inovative mund të fitojnë terren nëse paraqiten me integritet. Financiarisht, merrni në konsiderat rreziqet e llogaritura për shpërblime të mundshme. Marrëdhëniet lulëzojnë kur mbushen me të qeshura dhe përvoja të përbashkëta. Planifikoni një dalje për të forcuar lidhjet. Dialogët me mendje të hapur me të dashurit zhbllokojnë mirëkuptimin e ndërsjellë. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm me theks në aktivitet. Angazhohuni në sporte ose aktivitete në natyrë për të përmbushur dëshirën e trupit për lëvizje. Përdorni nivelet e larta të energjisë në mënyrë konstruktive, duke u përqendruar në detyrat e zhvillimit personal. Mbrëmja ofron kohë për meditim. Reflektoni mbi qëllimet e rritjes personale dhe përshtatini ato me shpirtin tuaj aventuresk. Balanconi spontanitetin me përgjegjësinë për të bërë hapa përpara pa u tepruar. Besojini intuitës ndërsa përqafoni përshtatshmërinë, duke hyrë me guxim në territore dhe përvoja të reja. Britsjapi. Energjia kozmike e sotme ju fton të përqendroheni në qëllime pragmatike dhe progres të qëndrueshëm. Saturni përforcon natyrën tuaj të disiplinuar, duke ju lejuar të përballoni projekte me efikasitet të shtuar. Sferat profesionale kërkojnë planifikim strategjik. Ndani detyrat në pjesë të menaxhueshme për rezultate më të mira. Financiarisht, vendimet e sotme forcojnë sigurinë e ardhshme. Një kohë ideale për investime afatgjata. Në marrëdhëniet personale, rritja e qëndrueshme vjen përmes bisedave autentike dhe respektit të ndërsjellë. Ofroni mbështetje dhe besueshmëri për të forcuar lidhjet. Aspekti shëndetësor kërkon rutina të strukturuara. Përfshini qëndrueshmëri në regjimet e fitnessit. Energjia e sotme inkurajon planifikimin dhe organizimin, duke reflektuar dëshirat e brendshme për kontroll dhe stabilitet. Angazhohuni në aktivitete që nxisin qartësinë mendore dhe qëndrueshmërinë, duke ruajtur mirëqenien. Mbrëmja përfiton nga reflektimi i qetë ose një aktivitet i strukturuar për të çlodhur. Shfrytëzoni forcën e brendshme për të përballuar sfidat, duke ruajtur fokusin në aspirata. Përqafoni mundësitë për rritje duke vendosur një themel të fortë për sukses, duke lidhur ambicien me këmbënguljen. Ujori. Sot shpalos mundësi të reja për inovacion dhe vetëshprehje. Urani nxit kreativitetin, duke ju nxitur të përqafoni qasje unike si në fushat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Në vendin e punës, zgjidhjet jo konvencionale mund të fitojnë favor. Paraqisni ide me besim për të frymëzuar të tjerët. Çështjet financiare përfitojnë nga perspektiva të reja, duke inkurajuar shqyrtimin e investimeve alternative. Marrëdhëniet personale lulëzojnë kur ushqehen nga liria dhe mendjehapuria. Ushqejini këto me biseda frymëzuese dhe përvoja të përbashkëta. Përpjekjet romantike lulëzojnë, duke ofruar mundësi për të thelluar lidhjet dhe për të eksploruar së bashku aventura të reja. Sa i përket shëndetit, fokusi është në ekuilibër. Dëgjoni trupin tuaj dhe pushoni kur është e nevojshme. Angazhohuni në aktivitete stimuluese shoqërore që përputhen me shpirtin tuaj dinamik për të rimbushur. Mbrëmja ofron ndjekje krijuese për të ndezur frymëzimin. Balanconi realitetin me ëndrat, duke integruar origjinalitetin në plane, duke përfituar si përpjekjet e tanishme ashtu edhe ato të ardhshme. Përqafoni sfidat si rrugë për rritje, duke lejuar përpjekjet e të menduarit përpara për të transformuar stilin e jetës në mënyrë të dobishme. Peshqit. Sot, ndikimi i Neptunit rrit aftësitë intuitive, duke ju lejuar të zhyteni thellë në njohuritë personale. Përqafojini këto zbulime në ndërveprimet profesionale dhe personale. Në punë, kreativiteti është i bollshëm. Kanalizojeni atë drejt projekteve që kërkojnë zgjuarsi dhe empati. Financiarisht, besoni instinktit kur vlerësoni propozimet, por kërkoni mbështetje faktike për ta vërtetuar. Marrëdhëniet përfitojnë nga transparenca verbale dhe emocionale, duke nxitur lidhje të thella. Ndjekjet romantike mund të arrijnë thellësi të reja nëse i dorëzoheni dialogëve të përzemërt. Nga ana shëndetësore, kushtojini vëmendje kujdesit si të trupit ashtu edhe të shpirtit. Ushtrime të buta si noti ose yoga rrisin qetësinë.
Mbrëmja inkurajon praktikat shpirtërore ose pozitivizmin komunal që ngjallin paqe të brendshme. Përputhuni me energjitë e ditës duke reflektuar mbi aspiratat, duke përfshirë vizionet në qëllime të arritshme. Integroni artin ose muzikën në rutinat për shprehje emocionale. Balanconi përgjegjësitë me aspiratat krijuese, duke ruajtur një tempo harmonike. Besojini mençurisë suaj të brendshme për të udhëhequr përvoja transformuese dhe për të nxitur rritje të shëndetshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.